qenia e çuditshme e kapu në durak nga romakët. Ishte viti 56 para erës sonë. Gaio Giulio Cesare u emërua konsulli i parë në tokën ilire, por romakët, duke u udhëhequr nga Gneo Pompeo Magno, kishin filluar luftën civile. Gneo tentoi disa herë të pushtonte Duraun, por pa sukses. Verse më 10 qershor të vitit 48 para erës sonë, ai filloi një betejë shumë të ashpër në brigjet e Durrësit të sotëm, ushtria e tij kundër Cezarit. Beteja zgjati javë të tëra, me taktika dhe fortifikime nga të dyja ushtrit, por Gneo përqendroi sulmet e tij në jug të Duraut, koordinuar në 3 pika të ndryshme. Trupët e Cezarit psuan humbje të mëdha, e kështu ai hoqi dorë nga lufta, duke u larguar drejt Tesalis. Autorët romak shkruajnë se gjatë atyre javëve një mbrëmje, teksa po patrullonin, disa ushtarë u gjendën përballë një qenie të çuditshme, gjysmë njeri dhe gjysmë dhi. Trupin dhe krahët i kishte si burr, por kishte 2 brirë të shkurtër dhe vesh të gjatë. Këmbët si dhi, me patkonj dhe mbushur me lesh. Qenia, kur u ndesh me njerëzit, kërkoi që t'ikte vrap, por ushtarët e rrethuan. Shkruhet se qenia nuk fliste, por bënte tinguj të një dhije, pra blegërinte. Ushtarët romak u tmerruan, megjithatë e kapën, veç se njëri nga ushtarët e kishte qelluar me një hesht. Megjithatë, ata tentuan ta çonin në Rom, por sipas shkrimeve, qenia vdiq në anije gjatë rrugës. Ju si thoni, mundet që kjo histori të jetë e vërtet? Pres komentet tuaja dhe ndajeni.